Duhet të kujtoni që sot një ish kryeprokuror i përgjithshëm është në kërkim në Rom, po them unë, i dënuar për shkak të Bankës Petroleum. Pse një nga çështjet ka qenë e bankës? Jo, një nga çështjet, ajo çështje. Ajo çështje. Sepse ai vetë ka thënë dhe unë tentoj që ta besoj, se s'ka asnjë lloj arsye pse mos e besoj, përderisa çështja ka shkuar në gjykatë dhe ka një vendim gjykate për atë pjesë. Tani këtu jemi me kartat hapura, që ati zotëris, kur kanë filluar këto shpërthimet e nën tokës, i ka shkuar ish ambasadori amerikan Donald Lu në zyrë, aso kohë, dhe i ka kërkuar që ti do ndalosh çdo lloj hetimi, sepse prokuroria e përgjithshme mori direkt hetimet me prokurorinë siç duhej në fakt. Rrethit gjyqësor aso kohë të Fierit. Pra, ajo që le të themi prokuroria e zonës që dhe do po bënin hetime dhe normalisht hetim këto hetonte, mua Bankers do hetonte. Atëherë, sipas Adriatik Lalës, Donald Luja i ka shkuar në zyrë dhe i ka thënë, ke dy rrugë,